Muaj i shenjtë i Ramazanit, muaj ku gjithë mëkatet tona falen, duart grihen lart në qiell, bëjnë dua. Në 5 kohët e namazit dhe taravis, balli jonë prek sejdën. I lutemi Zotit të na bëjë më të mirë se që jemi, të na mundësoj të arrijmë xhenetin kur të largohemi nga kjo botë. Muaj që na mëson sabrin, mirësinë, tolerancën, bamirësinë dhe na afron tek Zoti më shumë. Agjërimi që bëjmë fillon nga agimi i diellit deri në perëndimin e tij, ose i njohur ndryshe në popull si koha e iftarit, kur agjërojmë i përmbahemi ushqimit, pijes, fjalëve të këqija, zemërimit. Në vend tyre lexojmë Kur'an dhe bëjmë dua. Agjërimi është një nga 5 shtyllat e Islamit. Është obligim i çdo muslimani të rritur dhe i shëndetshëm. Në këtë muaj mëkatet ose gjunahet tona falen. Një nga natët më të bekuara të Ramazanit është nata e Kadrit, e cila gjendet në 10 ditën e fundit. Natë në të cilën është shpallur Kurani dhe është e vlefshme sa 1000 muaj. Veprat të cilat na i shtojnë shpërblimin janë: dhënia e sadakas nuk na varfëron, të thirremi për iftar nuk na varfëron, por përkundrazi na i shton bereqetin e sofrës, të përkthelim një fëmijë jetim na shtohet sevapi, të lexojmë Kur'an na shtohet sevapi, dhënia e shahadetit brenda ditës na i shton sevapin. Pas 30 ditë sabri, falje, lutje dhe namazi vjen festa e madhe, Bajrami. Kjo ditë nis me faljen e namazit të Bajramit dhe sjell gëzim për çdo musliman. Pastaj pasojnë vizitat tek familjarët, miqt e fshinjët, sepse mundet Bajramin tjetër nuk do jemi më bashkë. Mesazh nga unë për ju të gjithë që më ndiqni. Unë ju uroj gjithë besimtarëve musliman agjërim të lehtë të pranuar. Bamirësia, empatia, sabri le të bizotrojnë në shpirtin tuaj.